Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Ju përshëndes nga fshati Davidoc, komuna e Shtimes. Në fillim të fshatit e pas kanë xhamin, në anën tjetër e pas kanë shkollën. Ne po shkojmë. Mirë dita, ç'sh jeni? Apo ndalesh 2 minuta? Si je nderuar? Na fal, na shti ju pengu. Ja, nuk ka problem. Ai e lot, ç'sh je? Mirë. Ç'sh po kaloni? Mirë. Ai një banor i Davidocit? Po. Ç'sh po kaloni në këtë fshat? Mirë, momentalisht mirë. Ç'sh është jetesa në fshatin Davidoc? Në fshatin Davidoc mirë, jetesa mirë të qume kushime katonar me krejt. S'kem kurrë problemi. Për çka njihet ky fshat? No. Për çka njihet ky fshat? A ka diçka që i mungon fshatit? Po tash momentalisht jem të punu të përparu. Çka jeni të punu? Po tash domonën momentalisht rrugët. Në për rrugica në për fshat. A ka mbet ndonjë rrugica ende pa ushtru? Po ka mbet në alo, po ndje domonën të punujem, momentalisht të punujem. Rryma, uj, kanalizimi, këto i keni gjitha? I kemi gjitha, po kem ka pak probleme, po i zgjedhemi. Me çka po keni probleme? Me Domon me rrym? pora me rrym. Po tash, o pak sezona e dim në di se kemë mungesë trymës, po tash është foj pak të na të banorët. Po që si sinë qytet si të na. Se unë pak në kartesa pak ma mëve, sezona e dimnit, po duhet më pajtu. A njihni me gjithë këto, me banorët e këtij fshati? A njihni me zveti? Po. Me gjithë? Po me gjithë. Nuk kemë kur par problemi, kemë edhe torën në këtë fshat, po mirë kalome me ta. E si fshat sa është i banum? A e kam braktis fshatin? Në më onën për mërgim a për kumë? Po, a e kanë lënë? A ka mërgjimtar shumë? Ka. Ka edhe mërgjimtar ka. Po. A kanë ndihmu diçka mërgjimtar për fshat? Po, si neve të mund shka jem pak mali shkushtet, si për financim, si për çdo sen. E kujni të shku tashje? Momentalisht jam pensioner, po jem të punu punë private, të një kusheni me t'jake me fish, shtëpinë e kam shtu. Shumë, anëve s'po ju marrë koma, shumë Ja, nuk ka problem. Respekt, Qa ka problem, më të regoj, në mund ma mirë me një për me se me një për të kujë, si banori i ti fshatit. Në si trup jo, e 68 vjetë goti po. Inshallah i bën 100 vjetë. Inshallah me gjithve, me kajtë mas parer, inshallah kem shëndetin, tjera të një pas kushtin për zash mënësive. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Faleminderit edhe ju për respekt, faleminderit, kalushim mirë ju punë për të lasme. Faleminderit Inshallah kem shumë. shëndetin. Amen. E falenderoj banorin i cili gjeti ku për neve edhe u ndal pa më dyshje, na dha shumë informacione sa i përket fshatit. Ishte një njeri shumë pozitiv. Alo, apo dëgjohemi? Një njeri shumë pozitiv. Ishte duke shku në punë, ne po vazhdojmë rrugtimin tonë, pra shkolla, po nxej kanë me druj, pas kanë drut aty afër. Hajde po shkojmë kështu drejt kësaj rrugës të parë të fshatit, edhe po e shohëm, po shpresoj që e kemi me taku edhe dike në mënyrë që më na tregu sa më shumë për fshatin, edhe pse dita po duket me qenë ashtu shumë qetë, jem të e po një pjesë e cila nuk po më pëlqen, tashme po e dini mbeturina paskat gjithandej, po më duket që nuk është që fshati e ka ndonjë mirëmbajtës. Kënë që kem parë kështu sa po e shoh. Në përgjithësi, komuna e Shtimes, fshatrat i ka shumë të mira, i ka me pozitë shumë të mirë, kështu të rrafsht.
Lodh! Ju marrë me ble lokna! Ju marrë me ble lokna! Ha? I keni shit krejta? S'ka me të kurgjo për mua? Jo, është Dorontina. Përshëndetje, si jeni, s'po prezentuam, si jeni, ajni mirë, ajni lodh, si jeni ndërum, ajni mirë, ajni lodh, qysh po kaloni? Sa u bënën që të? Pse mos me të qitë? Në keni për cilë tashti po thoni zbën. Faleminderit, shumë respekt. Qysh jeni? Mirë, Qysh po kaloni? super Dorontina. E përshëndesëm Skender Azizin këtu me lokna për ditë mirët kë. S'ka det, shumë mirë. Por nani? Punoni bashkë, apo? Ko shijim, ko shijim. Kushi? Po. Cili të shit s'tashti lokna? Kjo në të shit, unë të ndihmu. Shumë mirë. Qëse? Apo i mon shtrajt? Sa është kila? Ajni me 10 centa. Jepi marrë dhe në qëta është dë. Po ta bëj 1 euro komplet. Ashtë këtë kjo pjesa juve, apo? E, pe këtu që ka rëu këtë të shvijet në tonë atje. Shumë mirë. Shoti qenë ka shumë i Shoti bukur. Davidas është. Po, është i përshtatshëm do thotë edhe për... Përbërësi është vendin e pore ka përbërësi, po Me. s'ka përkraje, s'ka që të problemi. A keni mbjell diçka tjetër përveç lokna? Mjellë spes kena pasin, Aha, ka qenë si vere për e qetshme e bërë mirë. qesh me po shmim s'ka, që të problemi. Po, diçka tjetër a keni mbjella ju? Misër, gror, këti mjellëm. Cila ka qenë ma fitim prurse për këtyne? Si ka qenë speci. Speci? Shumë mirë. Tash ju jeni banor i fshatit. Klientet i keni vetëm të fshatit apo Klientët i kena- tregun ku e Ja, boni? fshatis blin hez, shka më interesant. Pasha jyti Jyti nuk dënë. nuk Që të të mbështet. Ja, në shesim në Prishtinë, në Frezaj, në Lypjan, shtime në treg. Po, kena edhe një pikë në shtime, kena aty shesim pak ma shumë. Po. Që sa vite mirë me Lokëna, bujci? me bujësia? Po. Po, unë 55 vjet i bona, që mirë me bujësi. Po, 55? 55 vjet, baba dhe babgjyshi, jenë mirë me bujësi. A të bëhet në herë kështu e Ja, bezdeshme? kur heq edhe pse shkon lirë, se kam atë problem. Ti vazhdon njëjtë? Njëjtë. Se kam problem. Po, kur e ki vullnetin e mirë, zotit Vullneti ta është njerë vjen. për njëherë mirë, është vullneti, shneta është mirë, që e kryesore. A ka tjerë që e mirë me punimin e tokave përveç juve? Po, mirë në edhe një 2-3 vetë, këtu në fshatë ma shumë jo. A për para, kër i nga donë në treg, i nga donë në 30 vetë me lakën për këti fshatit. E tash më jo. E keni sot ma të lehtësume me që nuk e konkurencë shumë? Ja, se kena gole për konkurencë. Se cili e Se ka... cili e ka në fokën e vetë, Po, që aty riskun e blim, vetë. riskën e vetë. Po, atëherë si fshat si është Davidoci? Davidosi fshati më i mirë është për menimin tem në Kosovë është fshati më i mirë. Ja, zbët e pak. Po jo, nuk kam shka me zbut heq, nuk kam shka me zbut heq. E luftu. Kalzën shoku ka im kondën e. Shka? O, Hey, Kosovë. gjeti. Se pun se, me rruguvë. Me stonë ka ja ikonën e në. Këston ka jenë. Une se katë me fsota, i ka fsota i rruguvën e. Krejt i kom shkel, ti se kom për ti me ne i vanena. Po jo në ende si kom përfundu këtë fshatrat. Veni mirë është anina shumë është. Kalzëj këtina që nuk është Davidoci ma i mirë. Davidos jo më mirë se këtu në veni o dukat. Është veni bereqetshëm është. Kush Afro do me je. punu ka punë sa dush ka. Aha. E si janë banorët në fshat? Sa është si fshati banum? Afro në ka pak së snijem. Po është problemi që tash të shku. 3 pak ka. 30 met pak. Pse kanë bet pak? Se s'ka, njerë për njerë s'ka. O dolja e plos mona që shtë. Nuk po dojmë në punu në bujësi, që aty është problemi. 30 po dojmë. Hajde mama që të mikrofon të nëzej pak dur si shumë prit. ftoft. Hajde, e të shënë mes, që është. Kjo në Dorontina? Po? Gjithë që shma loko? Ja, më Ademaj. Nuk banë edhe shumë tepër tepër. Ademaj, me ja. thosë, Unë e kom shlefit përcjellën njeri. misionin e soj me petrolën. O, kejnë rregull, unë i kom përcjellën. Unë i përcjellin. Falem deqen. A ma din të mbjemin ma si në Bjemi përcjell? nuk ta di, a emrin nuk ta rësë qika jeme ka bërën. E gëzoft, emri ma i bukuri. Njerë për njerë po, tash. Njerë për një herë. Isha duke ju pytë si fshat, sa është i braktisëm, ose sa është i banum. I braktisër orë, një 30% po. 30, jo 30% shumë, je. jo shumë. Boll ka, Ha? boll. Ose në qatrat e tjera jo. Amo kjo fshat i vogël, nuk o fshat i madh, që Po, shku me një. thua, 30 është shumë. Shumë për Davidosin. Për afërsisht e dini sa është numri i banorëve që është momentalisht. Vallaj, nuk e dinja për shtëpi, duhet më konë një 150 në knej rrugës, e dhanë një 100 janë, shkajnë orë të artë, mas luftës shkajnë orë. Po. Knej një 150 shtëpi, ma shumë s'ka. Po, me që e përmendet luftën, si fshat a ka qeni shkatrum gjatë luftës? Jo, s'ka qenë. Jo. As dëmën e njerëz nuk ka As pas? dëme një njerë s'ka pasin. Shumë mirë. Po. Se kjo është fshati i parë peshtimit që ka fillon në knegë tonë,
Shtimin e ka dëmtu mas shumë të lufta në të në nej. Karaqak. Bjeshka në të në Po, nej. Karaqak, Aknik, po, Raqak, Petrov, Mëllapolc, kënejnë këtonë nuk ka pasën. Po. Shkollën e kishe, Shkolla, xhamin, xhamia, qerdhe ketë janë, s'keni? qerdhe s'ka, qerdhe. Tashti një banor pak mu anku që keni probleme me energji elektrike. Vallaj, ja, nuk ka probleme. Po ai e tha shumë mirë se tash është koha dimrit edhe Po. kem probleme gjithandej. Po Jo vetëm këtë normal, fshat. tash ti është problemi që shfrytëzohet rryma më shumë, shfrytëzohet. ngarkesa e madhe, Ngarkesa e po. madhe ka mundësi me pasën. A martoheni me vetin këtë Jo. fshat? Jo. Jeni një fesa? Ja, ka 2-3 fise janë, po mu martu jo. Qa e respekti? Po. Tash ti shka e nërë pës jashtit. Ane e rrugës, me ata martuhëm. Po. Ane. Se ata para luftës nuk ka pas ane e rrugës. E tash ti po, tash martuhën të rritë mas. Qka kishit tregu diçka për fshatin kur vjen një i panjohur si une, për shembull, për herë të parë? Qysh ma kishe përshkru fshatin David Doc? Vallaj, Veçori që e ka ty fshati Davidos është i mirë, i përpara është fjala, kur e larë për përdrime si nga në mirë prit, ka 2-3 net kanë bujt, këto që kanë pruën shoshia, dardha me shiten, këto ka 2-3 net kanë nejtë në gjinja këto. Që aty e problemi. Ky ke shoku, është edhe ky banora? Po, na Po, ime po. jam... Qëto shpija kjo ka? Shpijat i kishit shumë të mira, vendi rrafsht, pozita Ka shumë. zëvo në vend më të mirë për në Davidos, për në Kosovë musë më mërmeja që ka. Qysh mos me të bo ty loknat? Ja lakën e tjenë bohën, po, qëmim s'ka, Po dhe, po që aty e problemi. to ka shumë pjellore. A me ndoni diçka tjetër me mbjell këtë? Po, më shë, Përveç lakrës? keti mjellëm na, keti mjellëm. Ka zëvo, Lokën, dje së e kësi Po, kilogramin e lokën, Skënder. Specin, më the grur, grorë, diçka tjetër ju. Nisër. A keni edhe kopshte kështu tek shtëpia në po, varr? po, po, i kene. Që i keni për nevoja familjare. Janë se era ku është, po. Qa ka nevoj me pas fshatin në ndërtim, në i projekt që juve ju mungon edhe këshit pas dëshirë me pas? Allaj, është problemi që nuk ka shka mund ndërtu këtu, se tash se s'ka dhe 3 për me punu, që aty e problemi. Po. Veç unë i kam djemt këtu, që jërë gati kanë hecë ketë. A i nalët i djemta? Po unë i kum nalë se, mirë po problemi, kur s'kan edhe djemt e mi, ku në mja shqit mallin, edhe ata detyrohen me dalë, që aty e problemi. Sa i bojnë djemt me dëshirë edhe vullnet këtë E punë? bojnë, me dëshire bojnë, me dëshire. Se kena në që tërkun kena laukën, edhe 4 hektare kena që tërkun i kena. Mashallah, sa mirë. Zoti ja dhash bereqetin, Faleminderit. e punë të palodhshme, ishte shumë Faleminderit shumë. knaci, po ju përshëndes. Na falë nëse Ditën e ju mirë, pengun po, pak. shkalushim, ja, s'ka gjë. Çdo të Një mirë. kafe më i mjasit e shpija si dëni. O, faleminderit, zoti ju dhash bereqet. Deri sa keni me qëndru këtu? Na, Në që 10 kërë. minuta. Me që kryta? Po, po, e kërëtëm. Hajde, lokna, gjelbërta, e të kuqe? Ka dhe të kuqe, ka, po. Edhe të kuqe, a? Ane i kena, Që ato të kuqe të më pëlqejnë mua, ne, ma ne jena. po më në rajtë rrugës. Tash ti këtu ke dalë, kush të vjen, apo? Ja, këtu vish me porosi i kena, se këtu nuk shesëm. A, me porosi e keni lënë takimin? Po, takimin e kena lënë një 500 kg aty i morën, edhe kjo shkon i shet në Ferizaj edhe kryet puna. Shumë mirë, kumet, o, që pas ka shtin kërë, kumet më reqaj? Shef, ju përshëndes, faleminderit shumë. I përshëndes këta 2 banor të mrekullueshëm dhe shumë punëtor cilët e ndan kohen për neve e për juve me na i dhënë ca informacione për fshatin. Sigurisht që bëhet qefi kur takoj banor me dëshirë, takoj çdo një hap, bisedoj edhe emisioni s'ka se si me dalë ndryshe, me i kompletuar, me i bukur. E këta banor janë qërshia mbi tort sot në fshatin Davidoc të Shtimes. E shenin një pjesë bukur e madhe e fshatit, është e rrafsh, do thot janë punime që i kanë përgatit për pranverë, tash në këtë kohë më duket që mbillet gruri. Pra si që më tregoj edhe banori, në këtë fshat janë dikon 3 familje që vazhdojnë me u marrë me bujqësi, por jo si dikur, si që ka qenë numri shumë i lartë, pak më habit fakti se në këtë kohë kur ka subvencione mbështetje nga shteti, po besoj që është dashur më shumë me ja kushtu pjesës së bujqësisë. Njerëz, kthehuni, ja shifeni sa tokat mira, pjellore. Është gjëna me i lënë këto tokat pa shfrytzume, kjo pjesë ka që rrafsht, ka që mirë, po në gjithandej Kosovën janë kështu fushat aret livadhet
quani si të doni, çka isha duke ju tregu, po mendoj që subvencionet tashmë bëhen në mënyrë që me ju ngjall pak interes banorëve që vazhdojnë me jetu nëpër fshatra, edhe në mënyrë që me i punu tokat e tyre, duke marrë parasysh që më parë nuk kemi pas kësi mbështetje dhe kemi vazhdu me punu në 8 ditë, në 5 të mëngjesit në ora, në 4 me të zonë dielli, filejt u shku dita, i ke lodhurt. Miqtë e mi me banorën që bisedu ma heret, atje ku i shëtën laknat, ka ardhë dhe na ka ftu për kafe, tash ndodhemi në shtëpinë e tij, faleminderit shumë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Po që, edhe me provu profesionin si gazetar edhe se Gazetar. s'kishte lënë vend pa shku. Pasu krejt, gazova Peru Gubës, e deri në liçinë e Ballovës. I dia të terene, ma mirë sa fshatin tim. Po, çfarë eksperiencë u kon kjo? Eksperiencë o konë e mirë. Tash po ma beson mu me shetit krejt Kosovën, sa mirë Ta është. besoj edhe jam në gjendje edhe për ju me orë kur dush. Faleminderit shumë. Tash po kthehemi tek pjesa e fshatit. Po. Si jeni me banorët këtu? Si keni raportet? Raportet e kena shumë të mira. Veç afroj pak mikrofon. Raportet e kena shumë të mira të më fshatin Davidovc. Unë ka, kush do me punu, ka kush nuk do. Për shembull, çfarë pune mundesh me bën këtë fshat nëse do? Po këtë fshat, në barë tash, çfarë profesionit i punës lypet. Edhe ti, do të më shku me punu. Këtu më duket po dominoj ke ma shumë bujqësia, mundësia për me u zhvillu sa i përket pjesës bujqësisë. Kur bisedu ma heret, na tregu që toka është shumë pjellore. Po tash po më interesant sa ka familje tjera që mirën me këtë punimin e tokave. Po ka kajsia jonë, i vetë me janë kjo gati, fshatin tërë. E pse tjerët e kanë lënë? Po e kanë lënë se kanë marrë nxjerrë profesionet e tjera, tash interneti ka dalë sistemi elektronik edhe më. I kanë lënë. Nuk e dojnë më peshën e ronë punu. Dojnë që shto vetëm oshetit, në për kafeteria me nejt. Po ju personalisht a mendoni që ja vlen me u marrë me bujqësi? Unë e jo, personalisht nuk mira me atë punë, se unë... A mendoni që ja vlen është e lavërdishme sot? është e lavërdishme aja punë për ta, po për mu nuk është aja punë, se... Në përgjithësi do po të me pas flasëm. provën shumë të madhe për me punu të këtë profesion, se kjo profesion i ronë është i bujqësijës, këta që mirën me bujqësi. E gjithë këto toka që i pom në, gjithë këto hapësira, a shfrytëzohen apo i lojnë ashtu? Ja shfrytëzohen këto këtë. Këtë punuan? Punuan, këto milën lakna, kompira, kjep, këto sa ne milën. Këta boj që të fshatit të shkanë. Unë e bojk nuk jam me profesion. Po, na tregova që veç ke dalë me ndihmu. Po, vetëm kom do me ndihmu dhe ju më këthuj. Sa mirë, jeni të thëtë për njëri tjetrin, kështu, si kosheria, jeni Ko shi, kosheria. jena vetëm më do me ndihmu në njërë vullnetare, pa parë, pa ushë. Sa mirë. Mos me nejtë. Tash po më intereson të pjesa e rinis, sa kanë mbetë në këtë fshat? Por e një kanë betë, ala ka fshati, po nuk jenë dalë krejt për këtu, se kënë vend i mirë fshati Davidovc. Ashtë fshati ma i bukur i Shtimes. Fshati ma i bukur tash normal, se tash krejt të punu dhe kanë arrit me bon se këtë fshati Davidovc u konë. Shumë ka një shkollon ka këtë në fshatin Davidovc. Që kanë, Po, para shumë vitesh, për shembull nëse kthehemi para lufte, a ka qenë si fshati Banun? po ka qenë fshati banun Davidovc i mirë këtu. Kur është bëha emigrimi kështu mas shumëte, ose shpërngulja, kur është bëha Po, nga emi- fshati? Emigrem nuk ka, emigrem të madh të fshatit Davidovc. Ma shumë të kanë emigru njerëz të bjeshkës, kanë ecë. S'kan pas kam jamajt dhe kanë marrë rrugën për jashtë kanë dalë. Po më intereson komuna sa ka punu në këtë fshat. Komuna shtimës ka punu bëhet për fshatin Davidovc. Bile këtu. Kjo kryetari që ma laleu. E ka zrit këtë vend, fshatin Davidovc. Shumë ka punu. Rrugët ishin gjitha të Rrugët këtë shtrume. asfaltume janë.
krejt në sfatune. Sa poshën edhe trotuar, po? Po me trotuar me drita, këtu ne kanë bo rrugët, çdo rrugë me drita këtu në fshatin Davidas. A ka në i rrezikshmëri në këtë fshat? Nuk ka rrezik. Për shembull me dash me dal në vonë, në orë të vonat. Ja këtu del natën ditën kur dush këtu, rreth sa ban rrugë këtu kërkosh. Po, çaja. Çaja ka siguri shumë sigurt. Shumë mirë. Apo shkoni mes veti kështë të dikosh ose apo ju Të krejt unë mund përgjithësi shkojmë këtë fshatin këtu. S'ka shtëpi që nuk punoj. Edhe të vjen me... Edhe më bjem teren me shku katë. Do t'i ketë Kosovën. Kumë punu me për interlabin që t'kanë zëva. Po, e cili është më i më shumë i fshatit? Vëlloj më i më shumë. Tash nuk e dim se shumica kanë vdekë. Po. Kena me tash më gjeneratët të turna. Gjenerata e mesme. Po. Kanë me të në rëzallë vjeqët. Po. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Faleminderit për pritjen e mirë, edhe pak jemi nxehtë, është i ftoftë. Pak jashtë. Ju bëh mirë kopja. Faleminderit që edhe pse unë insistova me qëndru në balkon, po ja, hajde nxejo pak. Ja, ma jashtë nuk është, jashtë. Faleminderit shumë, ishte shumë. Faleminderit, ju bëh mirë. Çdo të mirë. Miqtë mi, ne po kalojmë tek pjesa e fshatit. E ne miqtë mi u larguam dal nga shtëpia e banurit, se bashku me gruan e tij na ka prit shumë mirë, po i falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Kemi qëndru një gjysmë ore aty, për shkak se mu dashke me nxitu edhe me përshkru fshatin, që ka po du me ju tregu vlen të ceket, se është interesante kjo në këtë fshat, përveç se duket fshatit të jetë shumë i madh, nuk është që është shumë i madh, pozitën e ka asisoj, por kemi fillu atje, edhe mbarimin do shkojmë tek fillimi, rreth rrotullim, se disa po më kuptoni. Kështu jam të usill. E ka interesante këtë pozitën, përveç të tjerash është një fshat shumë i bukur, rrugët janë në nivel të asfaltume gjithandej, përveç kësaj vlen theksohet se ka trotuar në të gjitha anët, në të gjitha rrugicat e fshatit. Më tregun që prapa kamerës kryetari ka punu për këtë fshat, se i pyeta si fshat sa kanë punu, kur është zhvillu më së shumti ose çka i mungon realisht fshatit. Më tregun që këtu gjithçka është nivel, po nësë jam të e po këtë shtyllën elektrik, jam të e po në gjendje të vjetër, nuk është pra shtyllë e re. Qa është kjo? Villa Crazy. Crazy! Ne po vazhdojmë, po e komentojmë edhe për pak çaste, jeni të e po nuk është që po takojmë banur, si fshat është shumë i lezetshëm, ja vlen me cek për të disatën herë, për shkak se më pëlqen përgjithësi fshatrat shtimja i ka kësisoj. E miqtë mi, në këtë fshat vlen me ju tregu se 30% janë mërgat, të cilët padyshim që kanë kontribu në fshatin Davidoc, se di pse miqtë mi po më vjen me i thot David, Davidson. Shifeni sa pjesë e bukur dhe për shkak të pozitës cilën e kanë, do të me cek se jam të po shumë lëvizje me bicikleta. Hajde të presim që të banur ndoshta po na tregon diçka për fshatin. E pse s'po dën? As po më tregon diçka për fshatin, a? Po si është si fshat? Take. E që mësë hekë duan? Ja, tamam puna. Si je? A je Unë ku syzat? Haxhi Joha jam unë. Johaj? Ja, jo e mine. Qysh? Ma ke përcjellë që tash Pse bre? Tash a Johaj? Ja, jo e mini, për ndryshëm thirën jo. Jo, ja e ki E ti emëna. do të më thonë baci jo, se ti këgëri. Baci jo. Me knaci. A din se ndë njerë kur pjë thonë baci, po më thonë, qef s'kësha pas më thonë baci. Ja, që kjo procesi jetës që s'ka qore gjithkush për artë të aja me thonë baci. Nesër mund dikush ka me më thirë dodë. Po normal. Apo? Data Dorontin. Dorontin, isholla pret ki jetë gjotë, po hala Dorontin. A më falë për syza? Se nuk shë, që vesh kom nisë më po dodë. Vesh në gëmë. Këtë shka vanuhëm, mu më bëtë vëndë se më të shumë me falë, i këndi jenë, me falë në gjemë. Hajde, që të jetës? Hajde. Qështë është mënyra jetesës në fshatin Davidoc? Në fshatin Davidoc, jo Davidoc. Davidoc, thash? Doc. Po? E qashtë. Jo, nësë bëjë këso gabime. Ngam, mirë është jetë në fshat, lume e lumi që jetë në fshat,
E mirë ja që këshirë me largu për fshatet me shku në qytet me tu. Unë jetë në qytet, s'mu me marrë me men, se dy që shumë doke shumë e mbëllë, shumë ne jemi mësu natyrë, ne jemi mësu me gjallënu. Jem njerës që me dështet punojnë, e dojnë punën shumë, kështu që kënaqëm të punu edhe të jetë. Por që fshati është shumë i bukur, normalisht që ju nuk e leni fshatin, anë disa fshatra po janë shumë të pazhvillume edhe domosdoshmë detyrohen me e lënë. Po çfarë ato? Pas këtë qytet këtu. Përëntin, ato që janë të pazhvillume, ato është faj këtë fshatarëve se janë pa punëtorë, me siguri. Se njeri e ndronë natyrën. Kur dush me punu, gjallërën gjithë shka, edhe fshatën e mund të mirë, edhe jetesën e mund të mirë, edhe gjithë shka të mirë. Pa të lecume e krejt. Pa punë s'ka. E çfarë pune po botën këtë fshat? To mirë ma shumë të me bujqësi. Me bujqësi. Me bujqësi, po... Që kultivoni, lokna? Loknën, spec, tomate, patate, gjithat mirët. Gjithat mirë, se është tokë shumë e mirë, edhe e ka ujnë shumë afer. Thellësi shumë të letë gjinjët të ujë, me thonë 7-8 metra shkon ma thellë punori, edhe ki ujë sot të dush, veç ato me punu. Sot është lënë bujqësia me të madhe, po foli kështëm përgjithësi. Ku me ndënë që qëndrën problemi, edhe se e sheni pikpamja juve, po më interesant. Qëre, me thonë të drejten, krahasim me të kalu me na që shkemi jetu, sot është shumë ma letë me morë me bujqësi. Një ndalë të gjithat mjetët teknike, veç ato me punu, këtu njerë, këtë punë t'i kemi kry me krah. Jemi mytë të punu, edhe shumë pak kem pas produkte, po me gjitha të me të kemi jetu. Kem pas një jetë mirë, një jetë normale, po tash veç aq që s'dën me punu, se gjitha mjetët janë. Shumë e vërtet, unë ju falenderoj për zemërsisht, më falë. Inshallah, Zoti tep jetë gjatë. Amin, inshallah, në këtë zanë që po mëran, jesi Zotit të gëzot. Edhe zoni janë isi me asë. Faleminderit shumë. Edhe këtë djali krahas të inshallah ka jetë gjatë. Amin, A Zoti, shpeshtaj një dole? çdo të mirë jo dosht po, veç për fshatin. Kaloni si është mos Çdo mirë. të mirë, ishte shumë kënaqësi. Më vjen keq se këshim gjatë ma shumë, po që. Po vallaj, po e zoni. Edhe ne miqtë e mi bashkarisht po e bëjmë shkeputjen për shkak se e zoni ka filluar. Aksion! Miqtë e mi erdhëm përsëri në fillim të fshatit, siç ju tregova më herët. Realisht mbyllën e çdashtë me e bënë ne këtë me ju përshëndet, por që unë po du me shku me kalu tek një pjesë tjetër ku fillon një tjetër fshat, atje me ju përshëndet, por unë dola me komentu këtë pjesë, me ju tregu atë çka ju thash. Dhe më thonë një nasil kështu krejt rreth e rrotull, edhe kemi ardhur, kemi përfundu ku e kemi bë fillimin e fshatit përshëndetjen. Hajde tash po shkojmë po përshëndete me juve, edhe shifemi pas pak pra. Pra fundi i fshatit, kjo ura që jemi momentalisht e ndon fshatin Davidoc me një fshat tjetër. Nuk më pëlqen gjendja se si është tek pjesa e urës, jeni tu e pa tashmë, mbeturina nuk e di se në menaxhim të kujt është, po besoj të komunës, po supozoj në fakt nuk e kam informacion kështu të sakt. Miqtë e mi, këtu më duhet me u përshëndet me juve dhe me ju falenderu për zemërsisht që qëndruat edhe sot me neve për gjatë rrugtimit tonë në fshatin Davidoc. Ne shifemi në fshatin e Radhës. Deri atëhere, mirëmbëjtje!